jam në Vukël, një fshat shumë i bukur, rreth e rrotull ka vetëm male gri, pra male të ashpra, përballë malet i kam të mbuluara me borë, që është maja e Shnikut dhe forca e Kelmendit. Këto livadhet e bukura japin shumë jeshi dhe natyrisht edhe shtëpiat që kanë ngelur në kohë janë si kullat e dikurshme. Një kish në mes të fshatit të bën shumë përshtypje dhe gjithë emigrantët kanë dhënë ndihmë që kjo kish të rregullohet. Në këto momente ndodhem te Mirashi sepse kemi ritualin e therrjes së thiut. Përpara Krishtlindjeve këtu nuk ka gjeldeti, po kemi mish thiu. Edhe mujtë e zetë edhe e blojmë për me të rujtat temperaturën e nxehtë që mera leshi kollaj. Kjo është si traditë jona. Për me godit kështu e godisim, i kanë godit gjithmonë. Kështu pastorët më kollaj. 7 cm e ka shtresën e dhjamit. Ky thiu që s'ka mush i vjeç. Ky mund të ketë 3 cm. Ky është zok thiut. Nuk është nga ta thit e mëdha, kupton? Se me thon drejtën vim nga një familje që na ka ardhur dora për këso punë. Kam pas dritë babën. Që ka nej edhe ka godit edhe thit e laxhes. Ky është mishi i bardh. Shoj i quajmë na. Pjesa kjo e lëkurës që po heq tani. Merret edhe krypet, sikur ton mishi tjetër. Edhe lehet 4-5 javë në kryp, masane tahet, e tërë bëhet pastërma. Do hapim peshqirin e brendit të thiut, që është edhe pështeta në ta. Kjo është peshqiri. Dhe bëjmë koronikun. A kem lua koroniku, se gjithmonë partë tonë e kanë pasi tradit, e marrë gjakun e thiut, me zije, ajo një tepsi, edhe amulua me këtë pjesën. Që ju i thoni peshqir. Na i thona peshqir.